Historike, Olsi Bylyku takoi Eglin në Big Brother VIP. Egli bën deklaratën e çuditshme pas prajmit, ja çfarë tha. Olsi Bylyku bë pjesë e shtëpisë Big Brother VIP për të surprizuar ish partnerin e tij Eglin. Në momentin e parë banorja u habit kur pa Olsi në dhomën e surprizave, ama më pas nuk refuzoi t'i jepte një përqafim. Mes tyre u bë një bisedë ngrohtë ku u fol vetëm për mirësjellje, gjithashtu dha edhe mesazhe të bukura, duke thënë se në rastin konkret të dy ish partnerët gëzojnë respekt për njëri tjetrin dhe pas ndarjes. Nga ana tjetër, duket se Gjesti nuk e priti mirë takimin mes tyre, gjë që e tregoi më së miri edhe fytyra e tij. Ai madje me të dalë nga shtëpia e përqafoi Eglin si për të dhënë një deklaratë se Egli tashmë është e tij. Ai ka bërë edhe një bisedë të sinqertë me Eglin pas përfundimit të prajmit, duke u shprehur skeptik si për ndjenjat e saj, ashtu edhe për produksionin, teksa hodhi pikpyetje. Nuk mu duke shumë e ftohtë përballë tij, kishe emocione. Më duket se ke akoma ndjenja për të. E aq më tepër nuk e kuptoj pse duhet të vinte ai në Big Brother. Është pa sens derisa I keni mbyllur gjërat që 2 vite si jeni takuar. E aq më tepër ti që e përfshive në historinë e jetës. Nuk duhet ta kishe bërë këtë gjë, u shpreh Gjesti me pikpyetjet e tij, teksa Egli u përgjigj. Sa për historinë e jetës, ai është pjesë e ime dhe nuk mund ta fshij, duhet ta pranosh ashtu siç është. Mesazhi ishte pozitiv, por ajo çka më la shije të keqe ishte sepse pikërisht sot nuk e di nëse e ka bërë për vëmendje, po shpresoj të ketë qenë sinqert. Kjo pasi unë kam kërkuar 2 vite me radhë që të kishim vetëm një sqarim dhe ai nuk ka dashur. Madje as nuk e kam takuar, as nuk kemi rastisur në ndonjë event në Tiranë të dy bashk. Kisha 2 vite pa e parë, por sa për emocione që po më thua nuk kam pasur fare, të betohem, ishe shumë e ftohtë ndaj tij, thjesht po e dëgjoj se ç'po thoshte, pastaj normal që çudi, po pasi nuk e prisja as pak. Kur dola nga takimi më më vinte të puthja në buzë, por s'doja të vija në siklet, pasi nuk e dija si do e merrje. Thjesht për të konfirmuar ndjenjen që kam për ty tani më, si dhe mbylljen e atij kapitulli me Olsin, përfundoi Egli.